Muzeu John Milli në Korçë është nga më të vizituarit, kryesisht nga turistët elitar të huaj, që njohin jo vetëm artin e fotografisë, por mbi të gjitha fotografin me famë botërore. Edhe vitin e kaluar, por edhe këtë vit, turistët që vizitojnë muzeun e fotografit me një stil krejt të veçantë janë të shumt nga vende të ndryshme të botës. Bashortët kanadez Jeff dhe Christian Den Hartam vizitojnë për herë të parë qytetin më të madh në juglindje të vendit, por e kanë patur të pamundur të mos vizitonin dhe muzeun John Milli. Unë jam vetë fotograf, kisha parë më parë punimet e John Millit, por nuk e dija që ishte shqiptar dhe nga Korça. Këtu muzeu është mbreslënës, sidomos fotografit me lëvizjen e dritës. Kjo është fotografia në thelb. Qyteti Korçës duket shumë mirë. Ne kemi vetëm 2 ditë këtu dhe mezi presim të vizitojmë vende të tjera të qytetit. Vim nga Kanadaja për herë të parë në Korçë. Muzeu po më pëlqen shumë. Ka shumë fotografi që flasin për historinë botërore dhe ju jeni me fat që ky fotograf është nga vendi juaj. John Milli njihet në botë, por duhet të njihet edhe si shqiptar. Në Shqipëri është hera e parë që vim dhe gjithçka më duket fantastike. Patjetër që do të rikthehemi sërish. Në fakt është një fotograf që pothuajse të gjithë e kanë parë, po nuk e din që është shqiptar, edhe kur vinë këtu surprizohen si një vend kaq i vogël ka prodhuar një njerëz kaq të madh. Se ne po flasim për John Millin, për një fotograf me famë botërore, për një fotograf që ka punuar gjithë jetën e tij në Life Magazine, por nuk harrojmë që ai ka qenë dhe nxënës në MIT. Në muzeun John Milli në Korçë janë të ekspozuara 240 fotografi, të cilat përshkruajnë artistë, sportistë dhe figurat e njohura shoqërore nga Roma deri në Hollywoodin e largët.